Drejtorët e Inspektoratit Komunal të Komunës së Tetovës, Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim Tetov dhe Brigatës së Zjarfikësve kanë vijuar me kontrollet nëpër institucione të ndryshme të Tetovës për të parë se sa i plotësojnë kushtet e sigurisë. Me këtë rast, kontrollet kanë filluar edhe nëpër objektet shkollore që ndodhen në territorin e Komunës së Tetovës, në Tetov. Inspektimet që u realizuan në shkollën fillore Besa në Reqic të vogël treguan se kjo shkollë i plotëson kushtet e sigurisë pasi që objekti është ndërtuar së shpejti. Shkolla fillore Besa Reqic të vogël në përgjithësi i plotëson kushtet, do të thonë ne disponojmë me dikun 14 hidranta, 15 aparate kundër zjarrit dhe një aparat plus shtesë më i madh që është me kapacitet për zjarre më të mëdha. Të gjithë hidrantet dhe aparatet kundër zjarrit i kemi testuar, të gjitha janë të mira. Çdo vit bëjmë testimin e tyre, mbushje 3, do të thonë nga shtatori të rinë shtatorin tjetër. Kemi diku 8 derë dalje hyrje, do të thonë kemi edhe shenjat për dalje në çdo vend. Aparati kundër zjarrit kemi 15 më të vogla dhe një është më e madh. Në ndërkohë, të kënaqur me sigurinë e objekteve nëpër shkolla janë edhe institucionet që kryejnë kontrollet. Sipas tyre, shumë shkolla kanë hidrante dhe në aspekt të përballjes me zjarret janë të përgatitura. Dihet që kjo shkollë është ndërtuar së shpejti dhe i plotëson gjitha standardet dhe hidrantet, aparatet kundër zjarrit, gjitha daljet janë të siguruara dhe kjo shkollë i plotëson gjitha kushtet. Normal që kemi shkolla të cilët kanë mungesa të ndryshme, siç janë ato plani i evakuimit, edhe disa elemente shumë të imta për shkak se jo që është neglizhencë drejtore, po ne jemi këtu që t'ju tregojmë se çfarë duhet të posedojnë drejtorët. Në ndërkohë, nga Komuna e Tetovës informuan se kontrollet janë një hap i rëndësishëm për të siguruar që çdo qytetar i Tetovës mund të jetojë në një mjedis të pastër dhe të sigurt. Komuna e Tetovës dhe kryetari Bilal Kasami po realizon politika që i shërbejnë interesit të përgjithshëm, duke u fokusuar në ruajtjen e cilësisë së jetës dhe përmirësimin e kushteve të mjedisit. Kjo është një tjetër dëshmi e angazhimit të komunës për të garantuar mbrojtjen e qytetarëve dhe mjedisit të tyre. Në përfundim të mbikëqyrjeve, Komuna e Tetovës do të sigurojë një raport të detajuar për të gjitha masat dhe veprimet e ndërmarra, që do të bëhen publike dhe të cilin çdo qytetar mund ta shqyrtoj për të qenë në dijeni të procesit, than nga Komuna e Tetovës. Komuna e Tetovës njoftoi se po ndërmerr gjithashtu hapa konkrete për të siguruar që këto inspektime të zhvillohen me transparencë dhe në përputhje me standardet më të larta.